Një rast ka ndodhur në Maleshev me 3 vepra penale. Një grua ka paraqitur rastin pasi ka thënë se është dhunuar nga një person dhe ajo ka thënë se ai ka detyruar të marrë para. E punëdhënësja e saj po të njëjtën ditë ka raportuar se punëtorja ka marrë rreth 135.000 euro. E krejt këtë është duke hetuar hetuesia rajonale e policisë në Gjakov. Me datën 23 prill 2025, rreth orës 16 në stacionin policor në Maleshev ka ardhur viktima, femër kosovare e cila raporton një rast të dhunimit. Në ndërkohë, po vjen në stacionin policor në Maleshev, vjen pronarja e një filiali të Vestërunionit Dega në Maleshev dhe raporton se punëtorja e saj, cila kishte të gjitha autorizimet në atë filial, ka përdorur besimin dhe ka marrë një vlerë parave për 135.000 euro. Lidhur me rastin janë përgjigjë sektori hetimeve rajonale, me që rast pjesa parë e rastit është duke u hetuar me dyshimin për dhunim, ndërsa vazhdohet me rastin tjetër me dyshimin për përdorim të besimit dhe me mundësi që të ketë edhe detyrim. Ku thuhet se parat që janë tërheq nga punëtorja ka qenë obliguar për shkak të ish të dashurit që ka qenë detyruar që t'i tërheq ato para. Sipas krejot të hetimeve, vajza nga Malesheva e ditëlindjes 1997 ka thënë se një person e ka detyruar të marrë para dhe ai është nga Gjelani, e po e njëjta është arrestuar dhe është në mbajtje. Deri më tash jemi në fazën e parë të hetimeve dhe ne në bashkëpunim me prokurorin do të vazhdojmë hetimin e rastit deri në zbardhjen e detajet të rastit. Deri në këto momente personi në fjalë që është viktimë e dhunimit trajtohet si viktimë e dhunimit, megjithatë në rastin e dytë viktima kalon në person të dyshuar dhe me urdhër të prokurorit është caktuar masa ndalimit për 48 orëve dhe do të procedohet në Prokurinë Themelore në Gjakov sipas ligjeve në fuqi. E policia e Kosovës ka intervistuar një person i cili është akuzuar nga vajza nga Malesheva. Ndërka që policia e ka intervistuar edhe personin i cili është akuzuar nga e dashura e tij për dhunim dhe për detyrim të marrjes së parave, por ai para policisë së Kosovës i ka mohuar këto akuza. Ankusja, e cila e ka raportuar punëtorën për keqpërdorim, ka thënë se ajo ka tërheq para nga maji i vitit 2024, e parat ende nuk janë kthyer. E sipas burimeve tona, personi i akuzuar me dyshimin për dhunim ka precedent penal kriminale edhe më herët.